Minutazha në vazhdimi rezervohet hapësirës që na gjithmonë ja kushtojmë qytetarëve me përgjigjet e tyre në lidhje me pyetjen e javës. Çka I kemi ngacmuar ata në lidhje me një diçka shumë interesante, do e kuptojmë së bashku në Vox Pop. Një përshëndetje shumë e madhe për të gjithë ju që jeni stacionu në Zoom me Albina Zenelin. Në rubrikën Vox Pop ju e dini që si gjithmonë në Zoom vjen me befasi. Këtë herë në Zoom në bashkëpunim me klinikën stomatologjike Dent EOS do t'i shpërndajmë jo një kameraman, as dy, po janë 6 kupon në vlerë prej 20 euro, të cilët qytetar normalisht nëse qëllon pyetjen e saktë shkon një kupon, të cilën mundesh me shfrytëzu deri më 15 nëntor. Hajde shohim se çka do na përgjigjen qytetarët në pyetjen tonë. Sa shpesh duhet me shku te dentisti për kontroll? Sa herë ka nevojë? Për shembull, 2 herë? Çka në vit? 2 herë në vit është. Po. Çka është implante? Implante është ajo mbushja që po e bojnë me zavendësu atë mbjellja. Përgjigja është saktë I nderuar. Dent EOS ka vendosur të shpërbly për gjithçka që ke nevojë një kontroll rutinor. Po, kur të kesh nevojë. Për shembull, është një rregull. 2 herë në vit. Okej, është përgjigje saktë. Urdhëro zonjë, e ke në vlerë të 20 euro, klinika Dent EOS. Na I kontroll, na I diçka gjendet në fushë Kosovë. Implanti dhe kur e çet diçka që s'është e jutja. Okej, mbjellje dhe mbitri, kontrollën dohet 2 herë në? Një herë në 6 Unë mendoj sipas nevojës, po s'pa kur një herë në 6 muaj, 7. Okej, që urdhëron një kupon prej klinikës Dent EOS. Faleminderit, kënaqësi. Sa shpesh duhet me shku te dentisti? Te dentisti mas pak 3 muaj, po nesër kam më shkue. Okej, nesër çfarë rastësia? Kam më shku se... Çfarë ke problem? Kam rregullu, kam e qitë një blomb. Okej, atëherë kameraman blomba më duket që aty jemi me çmime, kështu që emisionin Zoom në bashkëpunim me klinikën Dent EOS, blombën tënde ka vendosur me ta jap falas. Në vlerë të 20 euro, kështu që kjo është për ju. Po, çka duhet me bo është mja bu follow klinikës, që ta di që jete prej emisionet. Përnoj këto që 60 vjetë, kom harru të gjuhën. E ke harru. Po ta ndihmojmë pak, edhe sa gjatë je në Kosovë? Edhe një 2 muaj. Po. Edhe 2 muaj. Në Zoom ka vendosur me ta jep një kupon emisionin Zoom në vlerë të 20 euro. Do shkosh te klinika Dent EOS, edhe ti tregosh që nuk jetoj në Kosovë, po kom ardhur me të vizitu edhe me bo një kontroll të dhëmbet. A mi kontrollojnë? Ti kontrollojnë shumë mirë, do me thonë publikisht jemi në kamerë. Publikisht jem kamerë me përgjithësi të plotë, ke kuponin, telefonon te ky numri edhe shkon e bën një kontroll gjash në fushë Kosovë ke. Fushë Kosovë. Po.